Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të emisionit pa titull, në emisionin e radhës patëm edhe Florent Abrashin, jeton Zogjani. Kësaj radhe kemi unë si fëmijë, si i ri, si adoleshent, pa të lënë përshtypje ka nga tina që pa të ndëgju për herë të parë, o kon don't f with Albanians, edhe dhe isha është të mundër shqiptar, më kon edhe me boqës në sani, se kom besu kur që vjen rradha në herë mu taku me ta personalisht, me pas emision bashkë me ta, u kon një ndërë dhe një knetësi këgja e madhe për mu me pas kontaktin me personin kryesor të atij grupit që në atë kohë kon Jericho Walls, edhe kur se dishëm pse Jericho Walls, tek Masanena e kun kuptu pse Jericho Walls. Me neve sonde këtu është Petrit Qarkagjio, për grupit Jericho. Petrit, faleminderit që ke gjetë kohë me kon pjesë e emisioni pa titull. Të lutë nga knatësia jena edhe rasti mirë më po masa kohës. Definitivisht. Që në herë ushqeshim pak se ma shpesh në radio. Më rani ushqeshim, më rani, po. Në orët e vona. Në orët e vona, bashkë. Petrit, cilat janë materialet për Petritit kohën e fundit, muzikën për shumë, pengoj non-stop, është një ndryshim këgja i madh prej Petritit që shka bo këngë për para. Cilat janë materialet për Petritit? Po nëse i ka i referu është këngëve të solo projektit, po, janë tjetër prej atyne që i kena bu me band, me Jerichon, për që ato dhe kom bu si një projekt të ndonë prej grupit, në njërë që me mujtë me realizu disa ide të mira, të cilat nuk kom mujtë me i bo me band pikërisht për shkak të stilit muzikor. Do më thonë për shkak se është diçka komplet tjetër, është ma ofër world music, ma akustike, këngë ma të leta, me tematika pak ma personale, ma shpirtnore. Përderisa puna me Jericho din është do më thonë ndryshe punume, jemi të fokusum kur vjen punat e bendi, jemi të fokusum të melosi shqiptar, jemi në studio për ndryshe me djemt e bendit, jemi të realizu një album kompilacion të quj, me album të grupit? Të grupit Jerichos, po, një album që i kam i përmbajt mes 15 dhe 18 këngë. Na po synojmë i bu 18, që i bujmë 15 është mirë. Sukses që i bujmë 18 është super mirë. Apo mund është në 2 jantë më koni fokusum, apo është lodhe, shemë, solo, pa e lyp fokusin e komplet kohës, drejtë me të më. Sidomos tash periudën e funit, me qenë se në studio jemi fut gati prej verës, mirë po të edhin puna në studio i ka dhe problemet e veta teknike, në kuptimin që dalim probleme në mixim, në editim, në masterim, sani. Kështu që po zgjatët ka pak, me qenë se edhe po duhet me dhonë pak kohë në mes të këngëve, me ndigju se a ka diçka që ka nevojë mu ndryshu. Që tash jemi në proces të editimit, i kemi dika rreth 19 këngë, të incizume edhe po punojmë në editim tëne. Është një si double album, po foli për Jerichos. Ideja është mi përmbajt, nëse bëhet në formë të LP stazon, njëna LP mi pas 9 këngë, tjetra 9, njëna njën gig rock, në tjetrën e tosk rock. Tash këtë pjesën e gegës na veç e kemi kry, se janë sanet publikume, po. Kështu që jemi tu i re-registru, rinicizu, me një kvalitet ma të mirë, kuptohet që aty është ideja. Edhe tash jena ka fokusohemi ka toska. Apo i kitë lashe, jo, toska. Po, na merë pak ma te për kohë. Na kuptohet, se është pak ma specifike, edhe është diçka që na jena, nuk o që se kena ndigju, po nuk o i jona, nuk o bashkë nuk o ishti rajon, regionit tonë. Kështu që i ka specifikat e veta muzikore, që ato po duhet me hullum tu pak ma detalisht. I kemi edhe disa njerës që janë si
tip edhe bashkëpunëtor me një album, do më thonë Si këngëtara, si instrumente. Instrumente, po. Janë dy instrumentistat e grupit me njohun, Saziso, të cilët janë të njoftën për interpretim të kabave të jugut Shqipnisë. Po. Edhe bashkëpunoj me dy prej tyre, me Telando Feton në klarinet dhe Aurel Qirio në violin. Dytë janë ustohat kësaj pune, edhe le që i japin ata inputin edhe atë tingullin original të jugut, po të njëjtën kohë dhe na udhëzojnë, adin çka bën, çka s'bën, adin. Pa ki problem që atë farë vajtimin, piton kushtimisht të që i kanë do të zgat me kështu. Pa i, qyre, edhe kjo gegës është një farlej vajtimi, është një formë tjetër. është formë tjetër, po. është pak ma kongët i kena na ma burnore, etike, ma. Po, drejten me të thonë, në disa përshkrime shisha që kjo isopolifonia e jugut të përshkryke fillimisht që ka bazën prej kongëve vajtuse, por si duket mandej me kohë është zhvillu, mirë po, kongët isopolifonike të rajoneve të caktumet, sidomos aty në rajoneve malore që janë bollburnore, mirë po, harmonikisht janë shumë ma interesante. Për që ato dhe... Se këto knjena, po mënej, se veriv. Po, është vërtet. Për që ato është... Isopolifonia është në mbrojtjen e UNESCO-s. Po, si trashëgimi e paprekshme, duke të thujnë. Intangible. Përderisa si vjet tek volja e tropojës është bu gjithashtu pjesë që më thonë, në mbrojtjen e UNESCO-s. Po, na me volës janë atë humor, na janë atë humor me kongët, me melodit, edhe kryesisht me melodit ekzistuese të jugut Shqipnisë. A ki mdokët Ali Pasha është publikume si kënga jo? Po, Ali Pasha është bashkimi dy këngëve, Koka në Stamboll, Trupin e Janin, që është njoftën shumë si... Edhe ajo si vallë, bile është njoftën. Edhe Janinës si pa në sytë, ajo është isopolifonike. I kena po dy këngë me një. I kemi bashku. Kjo është hera parë që i kemi përdorur isopolifonin. Edhe këngët në vazhdim janë dy në cilat jemi të i punu, njërën e kemi përfundu, është Cili jeti më rëburë. është ma tepër e njoftën si një këngë që prezentohet është pjesë e filmit Nëntori i dytë. Edhe e dyta të cilën do ta publikojmë mandej është një këngë që quhet Vallja e fundit, është inspiruar prej Vallës së Osmantakës. Qysh ke pritja? Ali Pasha njerëz, po. Ajo është për këngën, është më e njoftun Ali Pasha. Po, i kemi pritja një. Pritja shumë të mira. Po. Domethënë, sidomos kur e marrim parasysh komentet cilat i marrim prej njerëzve prej Vlorës, prej Gjirokastës, prej jugut të Shqipnisë, edhe domethënë na dërgojnë komplimente, urime, domethënë ajo tregon që njerëzit atje janë të kënaqur, po më ne çaj audiencë na ngën neve, kuptohet. Janë të kënaqur me ato se çka kena bu, edhe kuptohet ajo na jep motivim hala më shumë që me vazhdu. Po përderisa ku marr okejin që thonë prej aty në dy ustavave si ti përmenda, atëherë se vendose me shku me Tosk. Cili ke qëllime? Dëshim me bu një eksperiment? Po qëllimi dëshim me përfundu si projekt kombëtar. Ja japim hakun edhe asaj pjese. Po. Edhe plus e është diçka e cila nuk është lëvru në, nuk po them muzikën moderne, se ka që e kam përdorur për shembull me muzikë elektronike, ose me pop, po me rock. Jo. Çfarë do të më thonë, po. Me rock, jo, të paktën jo në çfarë formë. A konsideroni si grup për shembull jeni të parë që keni shtyë me los shqiptar, përzim me... Jo, për me los shqiptar ka dhe bende tjera të cilat
kam përdor. Po flas për frymën e grupit për shembull, që Po na me me këtë zhokun pak më të rënd, po është të vërtet. Mirë, po çfarë ndoqët, çfarë mendoj? Mirë, po si kështu folklori te na u përdor, është përdor për gjunëve, është përdor për minatorit. Po ka pas ka elemente. Janë do elemente, po. A pritet pasi të përfundohet 15-18 këngë sa shumë rëndësi si Jericho me pas një prezantim për shembull të albumit, po me siguri. Që ajo është edhe ideja, që deri dikur. Si në veri edhe në jug? Për në jug jemi bile në bisedime për një koncert. Do si Jericho? Po si Jericho, po. Edhe pse na gati për çdo vjet na bjen me kon pjesëmarrës atje me një festival ose në Gjirokastër, na ka disa herë në Sarand. Qysh opritja? Për shembull që asaj pjesës tani na. Shumë mirë. Mirë kështu po. Po. Interesant. Edhe pse audienca atje është e përzimur, ose ver vinë njerëz prej turistat që. Prej jo vetëm prej Tiranës ose prej Kosovës, po ka edhe të huaj. Ka të huaj. Po. Që ka edhe të huaj. Audienca është shumë shqipni tash shumë turista për këtë botës. Po. Kështu që audienca është e përzime. Bravo. Petret, a pe ki të lashë me knuqat melodina të me? Melodina ju dhe Shqipnisë? Po. Jo. Të lashë. Po më nëjë të lashë në atë kuptimin deso ki... Unë nuk muj me interpretu me kret karakteristikat dhe specifika se qysh kënojnë, qysh kënojnë një këngëtari jugut të Shqipnisë. Mirë po, po më mja afru. Po përgjithësi e kam prish shumë mirë. A janë kryesisht tekstet e këngëve të marrën prej autorëve për shembull? Jo. Gjitha tekstet në origjinale përpos Natë Gatë, e cilën e ka shkruajtur Fahredini Shehu. Po. Miku jon i RTK-s. Po, kjo Dulbehari jo, është origjinale. Këtë tjerat janë janë origjinale. Kuptohet trandofili është përpunim i një këngës ekzistuese turke me tekst të një poetit shekullit 19 Nesimiut, që ka qenë për Azerbejxhanit, po cilën tekstin e ka përpunu një mik i joni, Artan Sadiku, që faktikisht edhe është i njoftën për punën që e ka bu me përkthimin e letërsisë mistike. Po. Ka bu një punë shumë mrekullueshme. Rus, pengojmë një këngë, edhe mandena po kthehemi prapë një intervistë. Edhe malet edhe fushat po vajtojnë, këngë të trimit në zemër djalit mos jetojnë, fjallë të pleqve në shejtan e matë mirë të botës naj kavëro. Pas ka orda hirë zamani more vëllo, kryet venit e një gjahime syt me në po, o kyte vërojit të sotit mes maznis, krote huja dojnë me naj botë zote shmirë. Kunde besa ku me fjolla e burnis, ku me fyra e gjithaj nomi tanë shqipnis, ku me dvalja, ku me t'konga me t'uban, ku me t'ljoti i dashni so për vatan, për mistane te qobani
Rust, po kthehemi prap në intervistë edhe desha më lidh një kohë kinejt edhe në Stamboll, puna e magjistraturës, apo? Puna e doktoraturës. Ha? E doktoraturës. E doktoraturës, okej. Sa ke mujt me gjetë vetën në Stamboll, si ke eksploru, ka gjë shumë edhe atje, edhe me muzikë, edhe me shumë sene, qysh u kona ajo kohë atje? Po flas për muzikë, jo për... Po të kuptoj. Po. Po zotën edhe qaj qëndrim atje e ka mundësu realizimin e sërë projektet. E para punës njoftimi me shumë muzicient të ndryshëm prej, mos me thonë për këtë botës dhe, se Stambolli është këgja një farë metropoli edhe është një qytet interesant ku vinë shumë artistë vinë edhe eksperimentojnë me punën e tëne. Ose kalojnë edhe një pjesë muzikantëve, të paktën ata që i kom njoftuar, vinë, inqizojnë, marrin koncerte, rrinë një periudhë caktuar kohore, jetojnë edhe mandej ka për të në që vazhdojnë në për vende tjera. Në qatë periudhë sa kom qenë kom bashkëpunu me disa muzikantë që deshin prej vendeve të ndryshme, jo prej Azerbejxhanit, prej Stambollit, prej Izmirit, prej Parisit, prej Kosovës, dhe u bo një ekip interesante e muzikantëve, cilët faktikisht mu ma kanë mundësu me realizu diçka që drejtë me thonë të na nuk isha mujt me realizu, për shkak të mungesës pikërisht të instrumenteve tilla cilat përdorën. Edhe përndryshe është një qytet mjaft inspirues. Ka një farë mënyre të rrëmbimit, si me të bo magji, edhe të fut në atë vurbullën e vetë. Si një vetën si të kuja tje? Në Stamboll? Jo drejtë me thonë. E para punës edhe geografikisht nuk jena shumë largë. Kultura. Edhe kultura është paka shumë e njëjtë. Plus që kjo puna e diversitetit kulturor është diçka që mu shumë më pëlqen. Po, kam qef kur bëhet Karashmak atë që... Që Karashmaki që të ka... Ki pas mundësina dhe mja prezentu këngët, po më nej tonat, ose po më nej produktin tonë. Qështë e kam pritin, qështë i doke, po besoj që sigur që s'kan njëna është shumë për... Po jo, dhe nuk kanë, është të vërtet, nuk është që kanë shumë, të paktën me qëta njerës me cilët kom punuar, nuk është që kanë pas shumë njohuni për muzikën shqiptare dhe kuptohet, i intrigon ajo dhe ju duket interesant. Po ma interesant është procesi kreativ mas të një studio, kur jetu i inqizu, më qenë se gjithë njone mandej e jep qatë inputin e vetë prej kohit të shtuar, të qasaj eksperiencës vetë. Mas të kur realizohet si produkt final është interesant. Ruta, ti ki bajt koncertet në vende tjera, nëse të ka bëjmë Belgjika, po a jem gabim? Jo, kina majtë në Evropë, bajgin në Evropë, po. Po më ne publika nuk u konë shqiptare, ka pas të përzimi, ka pas shumë edhe njerë që si në konë shqiptare në koncerte. Varët për cilave koncerte, po. Po kryesisht ka qenë audiencë përzime. Po të që ata desha veri që ka qenë audiencë, edhe sidomos kanga për shembull Shkabaj, është një ndër këngë më të mira, po më ne për mendimin tem, për shijen teme. Edhe në komentet që imi i këshyra aty, për shembull ka shumë të huja dhe domethënë këtë kanë dhënë nota pozitive për realizimin e asaj këngë. Qysh presin, po më ne njerëz që janë shqiptar, për shembull, kom si tjera koncerte për shembull, qysh është reagimi, është po ti e përmend për shembull Belgjikën. Po. Nashta prej koncerteve ma karakteristike, pikërisht edhe ka qenë ajo e Brukselit, në Balkan Traffic Festival, se i kemi pas edhe këta sullagjite me veti. Që jena konë një ekipe madhe në skenë. Edhe plus që nuk i kena pas prezentu vishën Shkaba, po edhe një 2-3 këngë tjera. Bashkë me ta, pa të mbu një program që asisoj, edhe kuptohet ajo i pa të bu për shtypje, se është diçka e re për audiencën atje, për njerëzit po flasë, jo për shqiptarët. Po.
shqiptarët aty normal që ndikojnë shumë për mudhëz atmosferës. Për ndryshe kuptohet pritjet janë shumë të mira dhe për ta është mjaft intriguese, sidomos kur e shohin që fuzionin mes rockut edhe muzikës folklorike. Tash njëjtë paka shumë jo në qatë nivel mirë, po prapë se prapë njëjtë ka qenë koncert interesante, i sukses, shumë koncerti për shembull ta zom në Montreux Jazz Festival në Zvicër. Ajo është një festival shumë i madh ku janë dika rreth 40 skena të mëdha të vogla, po. Se ka edhe vena të vogla, ka edhe jam gigs që bëhen nëpër lokale të ndryshme përveç skenave të mëdha. Edhe aty kuptohet ka prezencë shumë të madhe të muzikantëve, që e bën hala më interesant. Edhe këtë muhabet. Kështu që në përgjithësi janë interesant sikur reagimet e audiencës mas një muhabetit që kemi zakonisht mas koncertit. Cila është pyetja kryesore nëse mund ta bëj mas koncertit, po flas për këngëtarët ose për njerëz që të rrethojnë që janë shqiptar. Çka intereson për shkak çfarë është kjo? Pse u përzi kjo? Ne sa kështu diçka ndaj pyetje më. Po jo, kryesisht vijnë me komente, vijnë me përshtypje, jo fort me pyetje. Jo fort me pyetje. Rrallë ndodh që se edhe nuk ki edhe çast shumë kohë në atë moment. Po në atë moment kur përfundon koncerti, për me bu një bisedë kështu më detajume. Mirë, po ajo reagimet për shembull që bashkë për Montreux Jazz Festivalit ata për organizatorët kanë qenë me shumë skepticizëm kur kemi shku si band, kuptimin që kanë pas dilemat po, kanë pas hezitim ma thu se qysh kanë me tinglu live një band i Kosovës. Edhe bashkë për kundrazi, kur të vjen edhe thotë jemi të befasuar për të mirë, jo të shashtres. Ashtu pak si zërë. Shashtrisin do bende tjera. Do bende tjera, okej. Na jena, okej, çmë Çfarë më thënë ti? Të pranueshëm edhe të gëzueshëm edhe të kënaqshëm që çu shokon ne. Rust je që një kohë gjatë në muzikë, pe shohim edhe dallimin, çu shokon muzika përpara, çu shon konkurse që keni bëjë këngë përpara me të solit për shembull. Për këndvështrimit tënë, çu sheka është muzikën e të solit për shembull. Po flasë pak më herët folëm apo bën ai kush rap ose. Po. Tash apo vjet për përgjithësi për të edhe rap edhe metalli, kështu që. Jo, metalli ka skenën e shumë zhvilluar në Prishtinë. Në Prishtinë? Oh, super. Po, kena top skenën e kemi. Edhe janë shumë produktive dhe janë bende super të mira. Ka peçoj New York, Shlirë dhe nuk ta mund. Ka ra domi një të Defy Them kur u mojshëm dashsin. Defy Them e ki pjesën më të madhe të metallit, skenës rockut, skenës re, gjeneratave të reja. Po. Adin po dominon metalli. Me sub-branqet e veta. Mirë po ka dhe rock alternative. Që kanë bile është ndoshta njëna prej prezantive më të mira për mi marrë vesh këtë muhabet është një kompilacion në cilën e kanë realizuar me dika 10 ose 12 bende. Ja harrova emrin që po ka realizuar Defy Them. Edhe janë prezantuar aty bende që fatkeqësisht nuk ju jipet hapësira mediale ose thjesht prezencë, nuk kanë prezencë mediale. Do thonë ai vjen si më kon një shoqëni që ngon që ato dhe bojnë muzikë veç për ata. Po është audienca më specifike, më e veçantë. Po kjo edhe pak a shumë çështu ndodh edhe në ta zonë shtetet e vendeve perëndimit, janë edhe vendet, lokacionet e definuar ku rrin një audiencë caktuar, i kanë labellat e vet, i kanë venue-t e veta. Po që pak a shumë normal. Normal është. Nëse marrëm me këshir për shembull produktin që e bojnë na metallat, po flas për shembull gjenerata e re ose kudo qoftë, mundesh me krahasu lirisht me bendet e super. Po. Pa kështu, pa hezitim ka peçoj ku dush. S'ta morën këtyrën hiç.
Jam të mirë. Shumë të mirë. Rust, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me kohë në emision, të uroj suksesin jeni. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.